Selamu alaikum të dashur miq, ky është emisioni Dritarja e Agjëruesit. Është takimi ynë i radhës, si çdo natë edhe sonte. Do që mirëpresim që të bashkëbisedojmë që të marrim pyetjet tuaja drejtuar të ftuarit ton të radhës. Eminesë sonte është Hoxh Rasim Haxha. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se vjen. Si po kaloni gjatë këtyre ditëve? Mirë shumë, Allah i A shkoi gjysma apo nesër konsiderohet gjysma e Ramazanit? Po gjuhësisht kur ndodh diçka në dy pjesë i thënë gjysma, a ka shku më pak, a ka mbeti më shumë, nuk është shumë rëndësi është që eci gjysma. Po, ka shkuar domethënë gjysma. Jemi në natën e 15 të Ramazanit. Dhe Hoxh, duke qenë se në Ramazan besimtarët shtojnë interesimin për të bërë vepra sa më shumë vepra të mira për shkak të nivelit lartë të shpërblimeve që i përfshin njerëzit, mëshira e Zotit i përfshin besimtarët në Ramazan, ata mendojnë edhe për atë aspektin material që fitojnë gjatë vitit, për pasurinë e tyre që ta pastrojnë. Pra çështja e zakatit që trajtohet gjatë këtyre ditëve, sidomos tani në pjesën e dytë të Ramazanit. Si e pastron zakati edhe pasurinë, por edhe zemrën e besimtarit? Mirë. Në këtë pyetjen tënde janë disa në pyetje, po do të mundohuna shkurtimisht se cilës më ju përgjigj. Fillimisht, zakati është shtyllë e fesë që din të gjithë. Edhe Allahu ka zbrit shumë dispozita dhe rregulla të fesë. Mirë, po disa i ka bërë shtylla, disa tjera i ka lënë obligime ose disa tjera i ka lënë sunete. Ama kur Allahu përzgjedh diçka me qenë shtyllë e fesë, do të më di që ajo është shumë e rëndësishme tek Allahu, mirë, po dhe është shumë e dobishme edhe multifunksionale të njeriu. Për ata dhe ka bërë shtyllë. Madje zakati është shtylla e tretë e fesë tonë. Pastaj zakati, fjala zakat në gjuhën arabe gjithsesi i ka dy kuptime. Interesant është që prej të dyjave merr pastaj zakati shariatik. Kuptimi i parë i zakatit është shtim. Të më thonë, zeka, ju zeki është kur diçka që është prej pak bëhet shumë. E Allahu në këtë kontekst e ka përmend në ajetin kuranor, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allahu i asgjëson, i bën hi kamatën, edhe fitimin e kamatës që mundet dikush me llogarit fitim, ndërsa i rrit dhe i shton edhe i bën shumë të mëdha sadaqat edhe zakatin, që është për qëllim këtu se hin edhe zakati. Ky është kuptimi i parë. Kuptimi i dytë është pastrim. Allahu i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam në Kur'an, khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Merja zakatin atyre që ti pastrash. Ka do të thot pastrim në këtë rast. Duke qenë se unë si besimtar kam punuar halal, jam munduar të punoj mbaz parimeve islame, atëherë pse pasuria ime duhet pastrohet? Këtu pastrimin e përdor dy herë Allahun këtë ajet. Merr prej pasurisë tyre, merr nga pasuria e tyre zakatin që ti pastrash, nëse e përkthejmë shqip që ti pastrash. Pse Allahu po e përsërit pastërtinë dy herë? Ndoshta në shqip është problem me gjetë shprehje adekuate për secilin prej këtyre, mirë po e kuptojmë që janë dy lloje të pastrimit që i van zakati. Pastrimi i parë është pastrimi i shpirtit, edhe pastrimi i dytë është i pasurisë. Sepse zakati është obligim në pasurinë e të pasurit, nëse i ka plotësuar kushtet e zakatit, themi nëse ka arrit nisabin, që është nisabi dhe pragu i pasurisë, nëse arrihet ai prag, pastaj obligohet me zakat, pastaj nëse kjo pasuri ka kalu një vit edhe nuk është prek, nuk ka pas nevojë për to, atëherë obligohet zakat, domthonë zakatin tonë. Nëse nuk i jepet zakati, pasuria e këtij pasuniku është përzim me diçka të ndaluar me pasurinë e dikujt tjetër. Ajo pjesa që është dashur me nxjerr kë me dhon zakat është pasuria tjetër kujt. Që do të thotë se padrejtisht e mon pasurinë e vet. E tash kur e hiq këtë pjesë, edhe e jep atyre që meritojnë, s'ka mënuar fukarave, e të ngjashëm me ta borzhlinëve, e pastron pasurinë e vet. Domthonë thjesht e ka vetëm të vetën tash, nuk e ka pasurinë tjetër kujt. Edhe me far mënyrë e siguron. Mirë po e pastron edhe shpirtin. Sepse Allah i lartësuar përmes adhurimeve të mëdha, sikurse janë shtyllat e fesë, zakati, agjërimi, namazi kështu me radhë, Allahu don me realizu shumë qëllimet e robi, të besimtari. Edhe qëllimet e zakatit janë të shumta.
Një prej tyre është me ja pastru shpirtin prej çkafit, prej kooperacisë. Më herët e përmendën që në Ramazan njerëzit mendojnë më tepër për zakat, jepet më tepër zakat, është e vërtetë. Njerëzit pyesin më shumë për zakat, pse? Shtrohet pyetja këtu pse? Dhe në anën tjetër shtrohet edhe pyetja, a është Ramazani muaji i zakatit, kur jepet zakati, gjitha mujt janë mujt e zakatit. Mirë, po pse në Ramazan ky interesim? Për arsye se, dëgjoj mirë, çfarë ndërlidhje e bën Allahu i lartësuar zakatin me shejtanin. Thot Allahu i lartësuar, shejtani i frikson me varfëri. Domthon sa herë vjen rani me dhon zakat, ja, i kam shumë borxhe, kam shumë faktura, kam shumë obligime, kam krejt shejtani ja mbledh edhe ja qet përpara që vetëm e pengu për zakatin. Mirë, tash shejtani në Ramazan çka u? U shpërngos. Edhe ma nuk mundet me i përshperit të veshë që ka përshperit më herët, tash kthjellet ndërgjegja. Nefsi është më i qetë, nuk është i trazum, nuk është që ja kemi plotësuar gjitha dëshirat në nefsit në Ramazan, edhe tash fillon me mendu njëri, unë du të me dhonë zakat. Mirë, a du të me dhonë edhe jashtë Ramazanit? Du të edhe jashtë Ramazanit me dhonë, varësisht kur e ka kohën ai. Mirë, po në Ramazan shtohet ndërgjegjësimi. Kthjellet ndërgjegja, lidhet shejtani, frika nga varfëria zbehet, sepse shejtani e nxit këtë frikë. Madje është interesant, Hasan el-Basriu e përmend, në lidhje me këtë ajet, po e përmend jone, thot në 10 vende, belem nëse zgaboj, thot dikon 80 vende në Kur'an, Allahu ju ka premtuar besimtarëve se kam javëquar rrezikun. Kam javëquar rrezikun. Begatin. Rreziku edhe mirësia dhe furnizimi është prej Allahut. Ndërsa vetëm një vend, Allahu e përmend që shejtani i frikson njerëzit me varfëri. Thot shumica e njerëzve bin prej e frikës së shejtanit, që është përmend vetëm një herë në Kur'an, ndërsa mbi 80 herë sa është përmend se rreziku o furnizimi vjen prej Allahut të lartësuar, honë zbehet kjo ndjen, edhe kjo ndjesi që rrezikun ma sjell Allahu, nuk është shejtani që ma definon mua se ka mu varfëru apo ka më mbeti i pasur. Dhe në anën tjetër hoxh, mesazhi i zakatit për shoqërinë, arrihet ajo drejtësia sociale përmes zakatit? Unë thash më herët që Allahu përmes adhurimeve të mëdha që janë shtyllat fesë, dëshiron me realizu shumë qëllime, shumë dimensioneve. Te zakati, do të thonë prej qëllimeve është me pastru njerin nga tamaqërlloku, edhe nga kooperacia, edhe kur e sheh zakatin se sa ka kërkuar Allahu me dhon sasien, pastaj kushtet e zakatit me arrit pragun e nisabin, pastaj me kalu një vjet, do të thonë Allahu nuk është të doshme na i marë pasurinë, është të doshme na hek kooperacinë përmes zakatit. Që nefsi njeri ka nevojë mu liru pi kooperacisë, për arsye se kooperacia nuk i sjell njeriu të hajër, si sjell muslimanit të hajër. E Allahu po don me ja pastru kooperacinë përmes zakatit këtë njeri. Pastaj te pasuria. Don Allahu me jarujt pasurinë edhe me mbet pasuria e tij halal, e pa përzime me hakun e tjetrit, edhe me jarujt Allahu si lloj sigurimi prej Allahut të lartësuar. Pastaj edhe në aspektin social, edhe rrafshin social. Domthon zakat kur ta nxjerrën. Arrihet një lloj barazie. Kur ta nxjerrën zakatin ku do të më dhon? Do të më dhon dikujt. Mirë, sa kur t'i jap atij. Domthon atij që e meriton zakatin. Në fakt unë jam t'i bën nder shumë atij, çka jam t'i bën nder vetes, sepse jam të hik zakatin që do të më hik për vetes. Për ndryshe unë duhet më gëzu, nëse unë duhet me dhënë zakatin, unë duhet më gëzu më shumë se sa ai që e merr. Se fundi Allah e ka caktuar atij. Mirë, po unë jam të hiq diçka për pasurisë time që duhet me hiq se është e rrezikshme nëse mbetet pasuritë time. E që është zakati. E tash kur ja jap unë të varfrit ose atyre që e meritojnë, edhe ai ka mundur me mendu, kë pas ka mendu për mua. Domthon pastaj forcohet një lidhje mes njerëzve. Njerëzit socializohen më tepër, edhe fillojnë me ndi njëri tjetrin më tepër, fillojnë me ndi nevojat e njëri tjetrit më tepër. Shohet edhe urrëtia, zilia, lidhen njerëzit mes veti, pastaj zbehet ajo zilia se dikush ka mbet shumë poshtë nga pasuria, tjetri ka mbrinë qiell ose interesohet për këto, pastaj përmësmelon këtë zili. Të zhvillohet. Mu zhvilluhe, mu rrite, mu fryje, pastaj me ndodh shumë bela prej saj, vjen zakati. Edhe e pastron të pasurin, edhe e jazbut zemrën të varfrit, edhe gjendjen, edhe i afron mes veti, sidomos nëse janë të afërt. Kur e kanë pyetur pejgamberin alayhi salatu wasalam, që a bën me i dhon zakatin dikujt të afër. Po që nuk kemi obligime financiare ndaj tyre gjatë vitit, mirë po, e kemi të afër, fare fes ose ndonjë lidhje me qesie, thot zakati ndaj tyre është edhe lidhje farefisnore, mbajtja e lidhje farefisnore dhe forcimi i tyre, edhe është kryemja e obligimit. Në këtë formë pastaj ndërtohet një shoqëri ku
i pasuri mendon për të varfrin. I varfri pret për të pasurit edhe hisën që mohon pret nëse s'ka mundësi tjera, se tash nuk është kjo që na po ju bëjmë thirrje njerëzve që rrinë të varfër se vjen dikush edhe bën zakatin. Mirë, po patjetër se në çdo shoqëri ka me pas shtresa të varfra dhe të pasura. E tash, domethënë i varfri nuk e ndin veten të lanën anash, ta na shkalum, të përbuzën, të shtypun. Mirë, po vjen koha ja sjell dikush zakatin, vjen koha kur dikush i ofron punë ose i ofron ndonjë zgjidhje përmes zakatit, edhe e kupton që ai nuk është i vetëm në shoqëri. Mendon dikush për ta, bën plane dikush për ta, edhe në këtë formë pastaj forcohet shoqëria, edhe ashtu që na ka porositur pejgamberi alayhi salatu wasalam përmes shpjegimit se çysh duhet me qenë ndërtuar me shoqëria islame, thotë sikurse ndërtesa ose një shtëpi ku secilla pjesë e mban tjetrën. Domthonë ato të vetëm smurmen. Mirë, po kur lidhen njëra me tjetrën, pastaj e bojnë shtëpi. Patjetër. Kemi telefonues në pritje, por do doja edhe një pyetje. Është i ditur nisabi për këtë vit? Shuma? Ari këtë ditë është ka lëviz. Domethënë për shkak të zhvillimeve që po bëhen, është ka lëviz mirë, po domethënë ajo që qarkullon këtë ditë është prej 11.500 deri në 12.000 euro për afërsisht, domethënë kjo është nisabi i. Kush e ka këtë shumë, duhet jap. Kush e ka këtë shumë që i ka qëndruar kjo shumë një vit. Atëherë obligohet 2.5% e tij me dhon zakat. Qartë. Dhe kemi telefonuesin që po pret për të inkuadruar. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Jam 14 vjeç dhe po agjeroj. Po? Edhe muj me agjeru, ndejohet. A mundesh ti me agjeru? Po mu 7 si thyrë që po qonë në 4, mase po vjene ora 7, po qonë për në shkollë. Edhe ki let me agjeru gjatë ditës? Jo, po më dhe ka një sty dhamë të kryt. E qartë. Faleminderit, marrim një tjetër telefonat. Selam aleikum. Aleikum selam. E kam emrin Adhurim. Orna? Selam aleikum. Aleikum selam. E ki emrin Adhurim, e kuptova, po? I kam 8 vjet. Kuma gjyqja se u aferu piscinit. Edhe i ka hik të kukra. Edhe a mëndet tash me mora vdes për të më folë. A i kanë ik 2 kohë të namazit? Po. Dy kukra sy i ka hik. Aha, okej, e qartë. Dhe a mëndet tash me mora vdes. Kuptuam, faleminderit shumë. Zoti e ruaj gjyshen dhe e shëroft plotësisht. Amen. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Ju përshëndes, deshta me bo pyetje Hoxhës. Po? Rreth zakatit të orit. Unë i kam 20 vite martesë. Tash se ku mallë sa ori kam, po kur s'ku më dhanë zakat as hiç për ta, dhe se di sa kam deri tash me mallë. Po a e kam gjina që s'ku më dhanë kur, apo a do të me dhash dhe vete, a është të caktune sa me pas për me dhanë zakat? Nuk pe di që të punën e orit që se ka mund të Hoxha ma spjegu. Patjetër, faleminderit shumë për telefonatën. Edhe një pyetje avan tjetër. Po, urnoni. Rastaj s'u ndodh, nga herët më ka ndodh, po ta shtiu veç me bë mas lindjes diellit më ndol xhumi me fol sabajin. Tash kur ta bëj në njet, a do të më bëj njet kaza, a veç me bëj njet forzën e sabajit? A është e qartë? Po. Faleminderit. Faleminderit, Allah ju shpërblet. Amin edhe juve. 14 vjeçari po agjeron, por ka vështirësi gjatë ditës. Dhe mosha na flet për obligueshmëri apo jo? 14 vjeçar po thuj se në shumicën e rasteve është moshë madhore. 13, 14, mos i të afrohet 15 që, mirë po 14 vjeçar. Mirë, po kam vështirësi. Kjo është fjalë e madhe. O fjalë që mundet me përfshi shumë.
Pastaj është sikur llastiku mundesh me tërheq, kam vështirësi, nuk ka njeri që nuk ka vështirësi në atë. Thonë, çfarë janë ato vështirësi? Janë vështirësi të kaluar edhe me shku në shkollë, me prish gjumin, është një vështirësi. Me nejt 4 orë, 5 orë në shkollë është vështirësi, domethënë mirë, po janë punë të cilat kryhen, po edhe përkundër vështirësisë. Përderisa nuk ka problem serioz. To nuk e lodh shumë agjërimi, nuk e tret, nuk ja humb koncentrimin komplet në shkollë, ose e ban më kanë krejt jashtë jetës normale që zhvillohet, atëherë mundem me thonë që po të lodh ka shumë. Amo zgjohesh sefer, pastaj do të më prish gjumin edhe një herë në 7 me shku. Ankesa më shumë është e gjumi se sa te. Amo thonë përderisa janë të përballueshme, edhe pse më të lodhshme, unë i rekomandoj këtij djaloshi që mos me e prish agjërimin, po me agjëru. Me agjëru, vetëm nëse ka është lodhje jashtë normales. Ama për lodhje kanë gjithë edhe të mëdhajt, edhe të më shumit, edhe burrat, edhe gratë, edhe më të fortit, edhe më të dobët, gjithë kanë lodhje për arsye se qëllimi i agjërimit është më të lodh pak. Domthon me ndiurin që pastaj me kry efektin. Unë po llogaris që në soza normale që shumica e nxënësave që janë të moshës 14-15 vjeçare mund me kry agjërimin shumica prej tyre, po nëse është në një rast ku më thon imuniteti i dopt, shëndeti i bresht, zhvillimi i vonshëm me kështu me radhë, ato munden me qenë si arsye. Ndërsa 8 vjeçari kujdeset për abdesin e gjyshës, sa të është operuar, pra ka operuar të 2 syt, a mundet në fakt ta bën me marr abdes, duke qenë se syt janë me plag, plus janë të ndihshëm shumë. Janë të ndihshëm. Mas pari këtij 8 vjeçarit i them Allahu adhurojmë emrin. Adhurim. Na ka telefonuar edhe një natë. Po. Allahu adhurimin e bëft adhurues të denjtë të tij. Edhe përderisa i rrin gati gjyshës, kjo është shenjë e mirë se Allah ja ka dashur të mirën këtij çunit vogël, kaq i vogël ka shpreh gatishmëri me qenë i kujdesshëm ndaj gjyshës, edhe Allahu për shkak të këtij kujdesi që e ka ndaj gjyshës, ka me ja begatu jetën edhe ka me bë të lumtur në jetën e tij. Sa i përket gjyshës, që thotë i ka operuar syt. Nëse i ka me fasha akoma, do më pas operimit janë fashat, atëherë mundohet me la fytyrën pa e prek ujë fashën. Për shembull, me dorë të lagun ose me pak ujë, i lën faqet, e lën pjesën poshtu, ballin nëse mundet. Mirë, nëse nuk një lloj lyerje me ujë, domethënë përderisa ka mundësi kënena, pa e prek ujë fashën, ka mundësi me prek ujë fytyrën kënena, duhet me marrë atë. Mirë, nëse është në fillim të operacionit, edhe nuk lejon, domethënë situata nuk lejon që as pak me afro ujë nëse duhet të lagun atë fashë, atëherë me dorë të lagun, me dorë të lagun, jo me ujë, po me dorë të lagun e përshkojnë fytyrën. Mirë, nëse i ka hek fashat, mirë po mjeku i thotë që duhet me pas kujdes ujë mos me tranë sy. Atëherë i themi që i ruan syt. Forma të ndryshme, qoftë nëse vendos diçka këtu, ndërsa pjesën tjetër jashtë syve e lan abdesin. Sidomos nëse i nimon ky djaloshi me e la fytyrën, atëherë e lan sa të mundet, normal duke i ruajtur syt, sidomos nëse ka rekomandim prej mjekut që me i ru syt mos me prek ujë. Pyetja tjetër rreth zekatit në ari, thot ka 20 vite martesë dhe asnjëherë nuk ka dhënë zekat, megjithëse nuk e ka ditur. A e kam gjuna dhe a duhet dhënë çdo vit zekat për arin që posedon? Mirë. Fillimisht zakati është obligim çdo vit, edhe qoftë edhe prej njëjtës pasuri përderisa ato e kemi në posedim. Shembull thjesht. Dikush i ka 20.000 euro të palume. Prej vitit kalum, mirë. Ja ka zonë këtë vit e jep zekatin. Vjen viti tjetër, prap i ka të njëjtat, si ka prej këtu, si ka harxhu, sepse ka pas të ardha tjera. Prap e jep zekatin për të njëjtat. Vjen viti tretë, si ka prej, prap e jep zekatin. Për arsye se zakati lidhet me pasurinë. Përderisa pasuria ekziston, në fund të vitit duhet më dhon zakati. Qoftë edhe njëjta pasuri, i njëjti ari, i njëjta monedhë, të njëjtat artikuj tregtisë kështu më radh. Edhe ari që kanë femrat, domethënë për zbukurime, për veshje, për stolisje, edhe pse kjo është një pjesë, në mendimin e pjesës së dietarëve, mirë po edhe këtë duhet më dhon çdo vit. Ka duhet me u peshu? Duhet me u peshu, mirë që domethënë e ka kuptuar kjo motër që duhet me dhon zakatin, edhe tash interesohet, më në pyet një hoxh magjërsisht, ose konsultohet edhe magjërsisht, mirë po do të japim do instruksione kryesore. Fillimisht duhet me peshu arin. Nëse ari
është mbi 85 gram. Domthonë kemi ari më tepër se 85 gram. Këtu duke i përjashtu gurt e çmushëm ose ndonjë zbukurim që nuk është pjesë, nuk është ari, po është pjesë e zinxhirit ose e rrothëve dorës e kështu me radhë. Nëse del 85 gram ose mbi 85 gram, atëherë na duhet me kuptu këtë artari, kuptojmë se çfarë karat është. Do nëse është 24 që nuk besoj se ka dikush që e ka këtari, mirë po, nëse është në 24 karat, atëherë është një farë procedure që shpjegohet, që edhe nëse e shpjegojmë këtu, vështirë është me mojtë men, po kryesorja domthonë i duhet një konsultim prej së afërmi me një hoxh i cili i ndihmon me nxjerr sakt gramazh. Nëse është 17 karat, nëse është 16, nëse është 18, nëse është 20, nëse është 14, është një farë detyre matematikore që bëhet, pjesësohet dhe në fund pastaj në bazë të karatëve që e ka e nxjerrim edhe gramazhin. Për shembull, mundet me i pas 100 gram ari. Mirë po të 14 karatve. Mirë, këtë 14 karatve, kur mundohemi me e kthy në 20 karat, atëherë monakina del 60 gram ori, qësaj vlerë, qësaj kategorie. Që i bje pastaj? Që i bje, se s'ka nevoj me dhe. E kështu që, domethënë, këtu kemi nevoj edhe për me e pyet artarin, sa gram kemi, çfarë lloji i arit është, edhe pastaj me bë llogaritin edhe me dhon 2.5% e tij. Po llogarisim që na dalin 100 gram arit pastërt 24 karatve. Atëherë 2.5% i 100 gramve, domethënë i bën 2 gram e gjys. Vlera e 2 gram e gjysve duhet më u dhon pastaj. Pas lindjes diellit, pra nëse nuk e kemi fal sabahun, a duhet të bëhet niyet kaza apo? Mirë. Sabahut. Sabahin duhet mu angazhu në forma të ndryshme dhe mi marrë gjitha mundësitë që mos me na ik edhe mos me na zon lindja e diellit pa e fal sabahin. Mirë, po llogarisim se na ka ndodhur, e që domthonë arsyetohet besimtari nëse i ndodh rralla, nëse i ndodh shpesh është problem më arsyetu. Nëse i ndodh si rrallë edhe ka lind dielli, nuk i ka dalë gjumi për me fal sabahin, atëherë merr abdes kur ti del gjumi edhe e fal sabahin. Edhe e ban jet sabahin. A kaza, ajo kaza, kjo nuk është transmetuar për pejgamberit alayhi salatu wasalam, më rëndësi është që gjumi është arsye për mos me marr gjunohin këtë rast. Sepse me lon qëllimisht sabahin, për shembull ka dalë gjumi, edhe qëllimisht nuk jam të fal derisa të lind dielli këtu bëj gjuna. Sepse po e lëm me i dal koha namazit me vetdije. Me vetdije. Mirë, po përderisa e bëjmë me harres, ndodh me harru dikush. Ose e bëjmë nga gjumi, atëherë këtu nuk kemi gjuna. Mirë po, e kryjm namazin kur të na del gjumi ose kur ta kuptojmë që se kena fal, ndodh njerëzve për shembull vjen ikindia dhe tu llogaritet që e ka fal drekën. Tu e fal ikindin i kujtohet drekën se kon fal, ka hi ikindia. Këtë rast gjuna s'ka që i ka ik dreka por arsye se harresa, njeri harron. E fal drekën, pastaj e fal ikindin, edhe nuk ka gjuna, edhe nuk llogaritet që e ka nxjerr jashtë kohës vet sepse ka arsye këtu. Po. Vazhdojmë me telefonata të tjera, alo? Po, mirëmbrëma bëja. Mirëmbrëma. Me dia. Po, mirë se vini. Mirë si e gjej. Bojare kam një pyetje për Hoxhën. Po. Kur ti foli taravit se të foli fazën, ngrehit të spi. Po tani edhe mas vitri ngrehit të spi. A do bi më mirë që bëj këtu? E qartë. Faleminderit shumë, ju përshëndes Hoxhën e ti Bojar shumë. Faleminderit shumë. Përpresim telefonatën e radhës, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Zotë ju rujt. Amin, Por ju edhe. Ramazan. Faleminderit. Ajo çka deshta me konsultu me juve është sikur në jetën e përditshme. Kur të dhem një dham edhe shkon te dentisti, ose të dhem krejt ose të me krejt. Ajo që dështë me konsultu me juve është që kur vjen Ramazani nive na bjen men shikimi haram, të folnit të tepërt, gjumi e tjera tjera. Ajo që ka du me cek është se nive në mjekësi na bjen me pa plak të ndryshme, me pa pasrimet ndryshme. Dhe të pas parasysh që ka njëherë janë disa plak të ndishme. A kimi haram, aq ma shumë kur është Ramazan? Që nuk ka zgjidhje tjetër me pas në teknikin për mirë. E qartë. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Vazhdojmë me një tjetër telefonues, alo?
Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju përshëndes. Faleminderit. Kam një pyetje për hoxhën. Po? Kur e fale ikindin, e kam me boj iftarin, kur kam musafira diçka, e fali pak ma shpejt. A e kam gjëna nëse falna pak ma shpejt, kur kam me pregadit diçka, nëse jam të boj iftarin ma herët. Rregull, faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë, mirë presim telefonuesin tjetër, alo. Alo, noni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam brother, selam aleikum. Por no? Selam aleikum. Je inkuadru në emision drejt për drejt, për dëgjon hoxha, cila është pyetja jote? Apo më dëgjon? Po, noni. Shani, e kam vëllohën borg. Po? E deshta me të pyet për... Deshta me të pyet, a monët me një nuaj? Qartë. Faleminderit. Vazhdojmë me përgjigjet. Thot e fali farzin, të spi, të ravit, vitrin, prap të spi. A është në rregull? Mirë. Në rregull është, po nuk na e tha a e fali vetë apo e fali në xhami me imamin. Se nëse e fali me imamin, atëherë do të me pas kujdes që suneti mos më na ikë. Von suneti i yatsis që është mas farzit, me arrit shkurtimisht me bë tespit mas farzit, pastaj sunetin edhe me u lidh në taravime me imamin. Ndërsa nëse falemi vetë, atëherë nuk është problem edhe nëse i zgjasim tespit, sepse shumica e dietarëve përmendin që tespit është sunet me i bë mas farzit. Mirë, tespit në fund vitrit, pastaj i bëjmë na, domthonë me xhamat edhe është përhapur në shumë vende, mirë, po nuk është që është transmetuar nga pejgamberi alayhi salatu sallam që ka tespit mas vitrit. Një infermiere thot, kur i shohim pra disa pacientë, disa plagë që nuk na takon të shohim, por nuk kemi zëvendësim. A kemi haram? Fillimisht, ajo e tha një fjalë që më boni përshtypje, tha neve na kujtohet në Ramazan. Pa. Me rujt synin e me rujt gjuhën e kështu. Njerëzit janë tri lloje sa i përket rujtjes së gjymtyrëve. Të parët janë Ramazan pa Ramazan, ata i kanë frikë Allahut të lartësuar dhe mundohen me rujt. Të dytët janë Ramazan. Mirë, këta së paku bile e kujtojnë në Ramazan që duhet më rujt. Ndërsa të tretët janë Ramazan pa Ramazan edhe nuk i kushtojnë rëndësi as gjuhës as syrit as kështu me radhë. Edhe pse syrin edhe gjymtyrët bile Allah i lartësuar e ka përmend veshin të pamurit do të pyeten edhe zemra do të pyetet besimtari për të. Unë i ka përmend këtu, për gjitha do të pyetet edhe për gjuhën. Po si duket veshja dhe syri janë kogje bela nëse ke shpërdorje, janë kogje bela për zemrën. Pastaj nëse zemra çorientohet edhe prishet i tër trupi edhe i tër qenia. Ndërsa sa i përket plagëve dhe gjymtyrëve, këtu është patjetër. Edhe rregulla sheriatike thot se në raste specifike disa gjëra të ndaluara lejohet. Mirë po me kushte. Në sasi të mjaftueshme dhe në kohë të mjaftueshme. Për shembull, nëse plagën filan personi e ka në një vend ku s'lejohet me zbulu në mënyrë normale. Atëherë nuk ka nevojë me hiq komplet teshat për shembull, rrobat. Mirë po mundohemi sa më pak me zbulu rreth plagës, sa na mjafton me zbulu rreth plagës, edhe koncentrohemi te plaga. Koncentrohemi më tepër te plaga, në momentin kur e trajtojmë plagën edhe e lidhim fashat e gjitha ato, atëherë e mbyllim edhe për këto nuk ka gjuna tek Allah i lartësuar, sepse ndryshe nuk ka mundësi me u kuru. Ndërsa kurimi edhe shëndeti i besimtarit është çështje tejet me rëndësi në sheriatin islam, madje për qëllimeve të sheriatit është edhe me ruaj shëndetin. E tashi, o me shiku një pjesë të ndaluar në trupin e tij, që është haram, ose me lanë, ndoshta me i shku kama poshtë. Domethënë më ju prish kama ose më ju prish një pjesë. Në këtë rast,
e bëjmë një haram të vogël, e që neve nuk në llogaritet më haram, për arsye se jemi të e bë për shkak nevojës, ndërsa jemi të i kry në shërbim të madh atij i cili është i lënduar, ka plagë, ka ndonjë sëmundje që duhet më u trajtu. Kështu që nuk është problem absolutisht, mirë po vetëm në domethënë brenda kohës së mjaftueshme edhe brenda hapësirës së mjaftueshme. Kryen punë dhe vazhdon. Edhe çfarë sa është e nevojshme. Qartë. Thotë nxitojnë ndonjëherë namazin e kindis për shkak të organizimit të iftarit. Po kjo është interesant. Mi thonë mirë, nxiton ikindin e shpejtan, për sa mundesh me fal më shpejt për 1 minutë më shpejt. Për 1 minutë, çon pesh kjo pastaj në iftarin apo e vanojmë as po vanojmë. Mirë, po neve nganjëherë na vijnë disa gjëra duke llogaritë se jemi të bëu mirë, por në fakt nuk na kryen ai farshërbimi. Për shembull na ndodh neve para varrimeve, e kemi një xhenazë, hajde të falim namazin më shpejt. Mirë, e falim namazin shpejt, dalim, do të më pritet 20 minuta derisa të kompletojmë kufurën për më shku te vorret. Çka kemi bën këtë rast? Po ne kemi nxitu namazin pa nevojë. Kemi lëshu disa sunete namaz pa nevojë. Edhe këtu. Do të thonë pse e fal pak më ngadal, edhe zoti i kindia 1 minutë më tepër. Unë nuk më duket që çan pesh diçka keni iftar. Po mendja e ngarkume, unë kam musafir shumë në iftar, çish ju dal, kam e bë ato, kam e bë këto, hyn namaz me çet ngarkesë. Edhe pastaj me orë të tëra i kushtohen përgatitjes së iftarit. Këto minuti duket i gjatë. Mirë, kur tim namaz do të më lë ngarkesat jashtë. Nëj problem, nëj ngarkesë, musafert, është pazarin, shitjen, blerin, do të më lë. Leq aty të dera se stimer kërkosh valloj. Si të dalësh për namazit, kimi gjitha për qëty. E kështu që edhe këta, po hi namaz, po e fali i kindin, po çlodh në pak. Edhe e fali i kindin, pa nxitu, 1 minutë më gjatë, 1 minutë e gjysmë më gjatë, nuk bëhet kurrë. E fali i kindin, edhe pastaj fillon me përgatitjet e iftarit. Vllai thotë është në burg, a mundet me agjëru, pra duhet agjëruar. Pse mos më agjëru? Shtrohet pyetja, pse mos më agjëru? Përderisa në burgjet tona, elhamdulillah, po llogarisim që shumica po mësë me thonë, gjithë ata që janë në përburgje, janë me merit. Mon nuk është sot, nuk e kemi frikën se valla e kanë marrë dikan padrejsisht, edhe janë duke e majtë në burg padrejsisht. Kjo e para, e dyta, nuk është që torturohen më në burgje. Nuk i ofrohet ushqim, kanë tortura fizike, kanë tortura psiqike, domthon spaku ke nuk ndodh, ose nuk është dëgjuar që ndodh. Që do të thotë se thjesht ai ka me vujt burgun, domthon i mbyllur, qoftë në qeli, qoftë në vendin ku është i burgusun, mirë po i afrohet ushqimi, sillet ushqimi, mundet me agjëru pa problem. E përderisa është kështu, atëherë agjëron edhe në burg, e ka obligim me agjëru edhe në burg. Mirë, vazhdojmë tutje, mirë presim telefonata tjera, alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Ja i mirë. Mirë, faleminderit. Po ju? Familja vetë. Mirë, ju? Që unë jam dy të Ramazanit jam të gjenu. Mashallah. Mu dhe i këbo, babden. Unë jam me 2 vllaznije, me nëmën. Po? Me 2 vllaznije jam unë. Shumë mirë. Me nëmën, jam të nënës gati. Unë përshkemi bi kësi elause, kësi terapie. Jam të bosë të vopë. Faleminderit shumë. Me njëherë po të përgjigjet hoxha. Po. Ramazani 2, elhamdulillah që jetë agjëru, nëse është dashur me agjëru më herët, dhe s'ka agjëru, mundohu me i kompenzu në forma ndryshme dhe Ramazanat e tjerë, mirë, po shumë mirë të bo që jetë agjëru. Se po i rinë gati nanës. E dyta, baba që të ka vdek, Allah im shirof babën, edhe mundohu mu lutë në Ramazan, edhe në këtë Ramazan doan për babën edhe lutjen për babën që Allah me mëshirua me falë, bën e pjesë të aktiviteteve tua ditore. Ndërsa që po i shërbej nanës edhe po i rrin gati, nuk ka ndonjë vepër më të mirë që mundet me bë besimtari pas farzeve ose obligimeve që e kanë kohën e vet, sikurse namazin kohë vet, përndryshe nuk ka punë më të madhe edhe shpërblim më të madh që mundet me arrit dikush se sa me i shërby nanës edhe babës, mu ju nejtë gati me jo përmbush kërkesat edhe nevojat që i kanë. Kështu që vetëm vazhdo se shpërblim kje sa të dush. E lexojmë një mesazh, thotë pyetja ime është, a më takon ari që më kanë dhuruar vjehrit të cilët i ka pas gruaja e konatit e cila u nda prej tij. Vjehrit e mi ja kanë marrë dhe pastaj më kanë dhuruar mua. A më takojnë mua apo duhet t'ja kthej? Unë mendova që po e ndërlidh me zakatin këtu. Mirë po, do të thonë, a e kanë marrë vjehria
A ku e kanë marrë? Aja kanë marrë me të drejt, apo pa të drejt, kjo është çështje që do në trajtim, për arsye se do të me i pyet. Nëse ari ka qenë si kompenzim për mehrin që një pjesë e madhe e popullit tonë, arin që e kanë blenë nusëve, familja që e ka blenë nusës arin, zakonisht ari është llogarit meher, domthonjë pasuri e sajna. E kështu që nuk lejohet bashkëlet me ja marr arin nusëve që ndahen, sepse domthonjë shumica e rasteve është meher. Mirë po prap ka nevojë për trajtim. Ndërsa ata e kanë marrë, çuçi e kanë marrë, ata e kanë marrë me drejtat pa drejt. Kjo thash më herët që ka don trajtim në vetë, ndërsa ty që ta kanë dhënë, përderisa e ke marrë prej tyre, mirë po, domethënë prapë edhe ty është problem më të dhënë përgjigje të saktë se pikë lidhet me ato se me çfarë të drejtë ja kanë nal arin nusës ose rejes, vjerria rejes që është nda prej djalit të tyre, a kanë pas drejtë, s'kan pas drejtë. Pyetja tjetër thotë am lejohet të jap zakatin motrës sime të divorcuar e cila rrit 4 vajza të mitura dhe ka vetëm 400 euro të hyra mujore nga alimentacioni, pra pagesa që obligohet po burri. Ish burrit të jap. Sipas mendimit më të saktë të dietarëve, domethënë besimtari nuk ka obligime financiare ndaj vllaut kur i ndajnë rrugët dhe i ndajnë shtëpitë dhe i ndajnë pasuritë, as ndaj motrës. Pos në raste kur nuk ka kush kujdeset për to fare, atëherë normal që përgjegjësia financiare bjen mbi vllaun dhe mbi motrën sipas mundësive. Në këtë rast motra ka të hyra. Mirë po nuk ka të mjaftueshme, që do të thotë se ka dikush që kujdeset për to. Mirë po jo krejt. Atëherë ajo ka për kujdesje të mangët, po themi, të mangët sepse nuk i përmbush gjitha nevojat që i ka dhe shpenzimet që i ka. Atëherë ja japim zakatin për aq sa ka nevojë. Po po llogaritim 400 euro, e përmendin? Mirë, po llogaritim ka 400 euro të hyra. 600 euro ka shpenzime. Atëherë kjo është e nevojshme edhe konsiderohet e varfër sipas shariatit për 200 euro. E që tomë, nëse mundemi ja kompenzoj përmes zakatit dhe që s'paku me dalë 0-0 në fund të muajit. Themi tani telefonatave, alo? Alo. Për nani? Selam aleikum. Aleikum salam. Dy pyetje hoxhës. Po? A mund me sadaka lë vitrin me dhon para në atë skadrit? E qartë? Edhe për zekat, a mundet një personit me dhon 2-3 herat shumën? Jo për një heri, vetë që ti personit prap. E qartë? E qartë është kjo. Allahu shpër. Amin edhe juve. Presim telefonatën tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. A bën dy pyetje për hoxhën? Po? Pyetja e parë është te segjadja që falemi, a lejohet me shkru emrin personal? Edhe pyetja e dytë është, jam 20 vjeçare, edhe e kam gjëna që po agjeroj, ama nuk jam të e fal namaz. Pe fali veç Yasin edhe Teravih. Faleminderit. Vazhdojmë tutje, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje për hoxhën. Po? E kam një hall. Çfarë halli ke? E kam pas sot një problem në banesë. Po? Me qelsa. E nuk më kam bo qelsa, të kam thirë mjesht 300 mjerët me qekta. Po? E qelsa, sa i hujë, aj mjesht risa dhe me avjekën, me shliru, sa dhe me pik me alkohol. E ka pik, po tash jem dilema me mojt ata qelsa ju. Faleminderit. Faleminderit për hoqës. Faleminderit ju. Vazhdojmë tutje. Alo, telefonata e radhës. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Deshta me apo hoqës një pyetje. Po? Nusja vllaut. Më ka akuzu për një vjedhje të nazës. Edhe që 23 vjet janë të martu, jena munu, jena sjell mirë me ta, që tash që 2 vjet jam të i full, edhe as vllaut, as kunatës, se më kam bo hajnesh, do me thonë, unë jam 45 vjet, a kam gjëna, se s'po mujmë ju full, se nuk e ku marrë ato, kësha desh një përgjigje për hoqës.
Qartë. Vazhdoj me përgjigjet. Vitrat a bën me i dhënë para natës kadrit? Vitrat... Filluan pyetjet e vitrave. Po. Ose thamë që po kalojmë gjysmën e dytë. Megjithëse vitrat kohën e kanë në 2 ose 3 ditë para Bajramit. Domthonë pikërisht për natës kadrit tani. Mi po ka dietar që e kanë liu dhe më herët me i dhënë. Për mendimin tim, domthonë bos të asaj që kam lexuar, nuk prish punë edhe me i dhënë më herët, po më e mirë është me prit natën e kadrit ose me mbet 2 ditë ose 3 para Bajramit, kjo është më e sigurta. Zekatin thot të njëjtit person a bën me adhën pjesë, pra për disa herë me nda? Mirë, varësisht prej personit. Ka mundësi, nuk ja japim të tërën për njëherë, o në shumën, se ka mundësi që e ketë shpërdor, ose e shpërdor. Edhe e harxhon në gjëra të cilat nuk janë të nevojshme, ose janë të dëmshme, ose. Atëherë nëse është frika, nga shpërdorimi i zekatit, është mirë që m'ia dhon pjesë aq sa ka nevojë, domthonë çdo muaj. Edhe lejohet ndomja e zekatit pa problem. Ose mundet me orë në shprehje edhe për shkak të nevojës së pasanikut, atij që jep zekatin, që me dhon me rrotë ose me dhon pjesë i bjen ma lehtë. Për shembull është një shumë e madhe, me dhon të tërën ka mundësi e lekesh, ka mundësi e bllokon, po mirë po ai jep pjesë. Von është ma lehtë për ta, mirë po mundet me qenë edhe ma e dobishme edhe për të varfërin, sepse në Ramazan shumica e njerëzve japin zekatin. Mirë, pas Ramazanit ku mbeten të varfërit, ku mbeten nevojtarët. Domthonë që ata janë të njëjtit, kanë nevojë edhe pas Ramazanit. Kështu që ndoshta shpërndarja e zekatit në pjesë ose në rrota, po i themi, është më e dobishme në shumë raste se sa me e dhënë të tërën për një. Pastaj këto rrotat i jepën një personit përderisa ka nevojë. Për to i jepën pa problem një personit. Mund të më i dhoni një personit, mund të më shpërnda në kategori të ndryshme, varësisht çysh është më e nevojshme dhe çysh është më e dobishme për ata që ja japin. A bën nëse gjade ku falemi të shkruajmë emrin ton personal? Pse ke frikë që ta merr se gjadën dikush? Janë disa se gjade që kanë nuk prish bën me porosi, pra shkruat emri. Nuk prish punë absolutisht, edhe në gjuhën arabe. Edhe pse vendi ku falemi është mirë sa më pak lula me pas, sa më pak zbukurime, sa më vetëm emri, vetëm emri. Edhe emri vetëm se mundet me tërhiq. Pastaj duke u falesh që kanë emrin, ka dalë shkruajnë e parë, e dytë, e tretë, ka mundësi më të shpërqendruar. Kështu që duhet me pas kujdes. Po në esencë? Në esencë nuk prish punë. Nuk prish punë, po mundu me shkruajnë ai farçoshi që nuk shkojnë syt for te ai farçoshi së gjatës është më mirë. E pyetja tjetër thot është 11 vjeçare, agjeron por nuk falet. A kam gjuna thot. Që agjeroj nuk falem. Shumë mirë që agjeron. Edhe ke sevap, edhe 11 vjeçare, 12 vjeçare pothuajse gati afrohet moshës madhore, edhe shumë mirë që agjeron, edhe janë 11 vjeçare dhe nuk e përmend që ka problem me agjerim. Pastaj thot nuk falem, nuk është që nuk falet, krejt se i përmendi do kush që të fal. Po çysh ke filluar me agjerim? Që agjerimi është më i rëndë se namazi. Ti po e bën agjerimin që është një adhurim më i rëndë se sa namazi. Namazin më është me bëllë më lehtë. Yatsin apo e fal, sabahin mund do kisha tha e fali. Kështu që çysh e fal yatsin, e fal edhe ikindin, e fal edhe drekën. Andaj merr forcë për agjerimit që e bën. Mu shoj energji, mu shoj iman, mu shoj me besim, edhe thoj unë përderisa po agjeroj, unë kam e filluar edhe mu fal. Edhe du me adhuru Allahun e lartësuar edhe me namaz. Sepse çaj Allah që ka kërku prej meje me agjeru, ai ka kërku edhe mu fal. Edhe namazin e ka bërë shtyllë të fesë para se me bë agjerimin, kështu që unë me të dyja du me adhuru Allahun e lartësuar, shumë më lehtë është namazi, shumë lehtë është mu fal, vetëm se duhet me jamsi. Tutje, thot mjeshtri ka përdor alkool për të zhbllokuar derën, pra ka prekur çelsin me alkool. Tash është i bëj çelsat. Mirë, nëse i kujtohet këtij pyetësit në kohën e pandemisë, ne e banim dezinfektimin e dorëve me alkool apo? Po. Edhe ato në disa raste para se me hym në xhami. Që do të thotë se alkooli medicinal. Po alkooli në përgjithësi, sipas mendimit më të saktë nuk është i papastër. Domthonjë që të bën papastër. Mirë, po ajo është papastërtia e tij është kuptimore. Domethënë është që përderisa të futet në punë të këqija dhe në rrugë të këqija, për ata i kanë thonë i papastër.
Do më thonë i ka thonë shariati. Ama për ndryshe, alkoholi nuk do më thonë që lejo tash me përdor na sa herë dojmë dhe kur dojmë. Mirë po, do më thonë nëse në ndodhë me përdor, sikur se këtë rast, ose dezinfektimi i durve, ose kontakti me tonë dhe njëherë, atëherë nuk në e bandë të papastërt as durt, po edhe as rrobat nëse na bie. E as qelsat. E qartë, pyetja tjetër, thot, nusja e vllajit dhe vllai në këtë rast thot më kanë akuzuar për vjedhje të unazës, nuk e kam bërë këtë, nuk o flas dhe është në rregull. Sa vjet thot. Fatkeqësisht, domethënë na vjen keq kur dëgjojmë kësi raste. Mirë, po këtu nuk është qëllimi i vjedhjes së unazës, sepse do të ishte e vërtetë që e ka vjedhur unazën, nuk do të duhej ky inati me zgjat me vjet pse na i ka vjedhur në unazë. Edhe nëse jemi të sigurt që na i ka vjedhur dikush, mbëlle. Do mbëllë përderisa jeni familje. E aq më tepër kur s'kemi fakte dhe akuzim. Mirë, po këtu si duket është ndonjë problem ndoshta më i thellë, sido që të jetë. Mundohu sipas rrethonave edhe mundësive që mos më shkput me vëllain, pavarësisht se të kanë akuzuar. Akuza më të rënda se që i kanë bërë pejgamberit alayhi salatu wasallam si kanë bërë kërkujna. Mirë, po prap është mundu që mos me i shkput lidhjet me që ata njerëz pastaj çata të njëjtit janë kthyr në besimtarë dhe janë kthyr në dashamirë të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pejgamberin e kemi shembull. Pastaj na do të thonë vllau është shumë i afërt sipas shariatit. Hade gruaja e vllaut është pak më e lartë. Mirë, po vllau është shumë i afërt. E kështu që mundohu me shkel inatin, me shkel nefsin, sa herë vjen shejtani thotë çysh po shkon ti te vllai ka akuzuar se ka vjedhur nosën. Mirë, ju ka duk vllaut që ja kum vjedh, unë i kum thonë që s'ta kum vjedh, nuk po muj me bind, kryesora i mbetet vllai jam i prapë. Thjeshtsojnë gjërat. Është më e madh, domthon vllau edhe vllaznillaku është më i madh se një unaz, e më i madh se ari, më i madh se edhe unaza e lira e thuj çka dush tjetër. Mirë, vazhdojmë tutje, kemi një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Derisa hoxhës më japon një dy pyetje. Po? Cikli për shembull nuk e kam kështu dje, e kam pas vetëm shumë pak, po e kam agjëru. Sot për shembull s'kam pas hiç, par dje kam pas për shembull mas iftarit shumë pak apo do po thonë nuk je të agjëru, do të agjëru, e derisa hoxhës më japon këtë pyetje. Çfarë? Faleminderit. Derisa për hoxhës, edhe derisa edhe një akoma. Po. Masi të fash vitrin, a muj me fal namaz notë? Qartë. Selam aleikum. Aleikum selam. Vazhdojmë tutje, mi presim telefonuesin e radhës. Alo? Ka ikur, inkuadrojmë një tjetër, urnone. Alo? Alo? Po? Mirë mbrëma. Selam aleikum. Mirë mbrëma, aleikum selam. Dhe ishta me abohon gjithë një pytje. Po. Jam e martu me që shumë vjetë, speceke po shumë, po 15, mësi edhe burën e kom jashtë, pej fillimit. Amo, në fillim më ka folë qëra lafet, unë i ka ndonë qëra fjallë. Ta shti, nuk e di asë ku është jashtë, nuk më jetë, ku një farë adrese, asë nëmër telefonit, folë më thirësh për gjdo nata më thirë me një farë si Skype i që u konë. A e kom une gjëna me lypë me gjejtë, i kom 4 fëmijë to, në orë vjen nuk thomë që s'vjen, po mu nuk më ka marrë korë, u bo liberalizimi kurs në ka marrë atje që me ditë ku ashtë a dishka. Do shtë veç me ditë a bëj gjëna për me lypë si gru, që i kom 4 fëmijë to. E qartë. Faleminderit. Faleminderit juve. Vazhdojmë me telefonuesin e radhës. Alo? Alo, Nani? Nuk po na dëgjon si duket. Kemi një tjetër telefonat. Alo? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, lutem largohu prej televizorit apo ulja zërin. Alo, mirë mbrëma, hoxh. Mirë mbrëma. Unë jam vlutja, do është ta me ta bo një pyetje. Unë jam me kancer, dhe me thonë kancer në gji, e kum hek gjirin, po ta që jam pak ma mirë, veç dhe me thonë nuk po muj me ninu, si jam me barna,
a him gjina, qa me bo se mu ka bo pikë që s'peninoj Ramazanin. E qartë. Faleminderit. Kuadrojmë një tjetër telefonat, alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Selam aleikum. Deshta një pyetje me rifuzhin për punën e zakatit. Po? Dhe puna e zakatit, a lejohet për shembull për me dhënë se një smur është i shtrirë në spital dhe ka nevojë për ndihmë financiare, pasi që ai nuk i mjaftohen ndihmat për shërim, a lejohet zakati më dhënë për atë person? Kuptuam, faleminderit. Është koha të dashur miq, tani të shkëputemi për pak çaste, rikthehemi pas pak. Vazhdojmë tutje të dashur miq, po shoqëroni me emisionin Dritarja e Agjëruesit, me ne në studio Hoxh Rasim Haxha, me cilin do të mirpresim edhe më tej telefonatat tuaja. Para se të përgjigjemi pyetjeve paraprake, marrim një tjetër telefonat. Alo? Ka ikur, në vjen keq. E kemi një tjetër në pritje, alo? Po, e kam një pyetje për Hoxhën. Po? Po du me vetë Hoxhën për zekatin që kam e dhonë. Unë e jap për vjet zekatin në prill. Po, unë e shti për si vjetë jam jashtë, nuk jam aqe. Nuk kam këtu ku e jatë me datë caktume se e di që duhet më dhonë me mujtë caktume. Po unë jam jashtë e kam burën e smucë, muj me shku për prill. Shka muj me vonë, a bë ma vonë me vonë? Kur qkoj që atëherë, se s'pedi as vetë shka me vonë. I kam për me pagu zekatë me vonë. E qartë. E kuptuam, faleminderit shumë. Po, edhe një pyetje. Po? Po, a ka sinete para farzëve të jacijës? Që këtë pyetje për du. A kupton? Po. Në qashtë, hajde natën e mirë e ndihmi tonë. Natën e mirë. Alo, telefonata e radhës. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Selam aleikum. Aleikum salam. Kam një pyetje për Hoxhën. Po. 2 motrat e burrit i kanë zor Ramazani këto, a duhet me pagu për të vitrat? Si edhe njëherë? 2 motrat e burrit kanë fillu Ramazanin pena, a duhet me pagu viter për të? Ato janë të martuara? Po, po. Qartë. Po. Natën e mirë. Natën e mirë. Vazhdojmë me përgjigjet. Probleme me ciklin dhe agjërimin? Po, në bos të asoj që e përmendi pyetësia si shkurtimisht, të mund ka ndërprerje herët pas hershme, ose një ditë ka gjakderdhje, një ditë nuk ka. Nëse kemi të bëjmë me çrregullim, do të kjo është trajtohet në vetë mirë, por nëse nuk është çrregullim, po thjesht është periudha e kësaj motre që i vjen cikli zakonisht. Mirë, edhe pse i ndërpritet gjaku. Domthon, mirë, po janë ditët e saj, të ciklit që ajo i den, domthon, kur i fillon cikli 5 ditë, 6 ditë janë ditët e saj, edhe nëse i ndërpritet gjakderdhja një ditë 24 orë ose pak më shumë ose më pak, ajo konsiderohet që është në cikël. Kështu që nuk duhet me agjëru, s'duhet me agjëru, as nuk duhet më fal përderisa është në ditët e zakonta të ciklit. Mirë, nëse ka problem, të më thonë kjo i ndodh jashtë periudhës së ciklit, ose nuk ka periudhë caktuar të ciklit, i vjen her pas here ndërprehet, atëherë përderisa i ndërpritet gjakderdhja më tepër se 24 orë në ditën e natë, kthehet te vetit e gjakut. Do të thonë, gjaku i ciklit i ka 3 veti të cilat e dallojnë prej gjakut të trupit, do të thonë që është gjak normal. Gjaku i ciklit ka ngjyrë të errët, të kuqe të errët, ndërsa gjaku normal e ka më të qeltë. E gjaku i ciklit ka erë, gjaku normal s'ka erë. Gjaku i ciklit është si fije, gati thujese, edhe nuk trashet, përderisa gjaku normal, kur del prej trupit, trashet, nëse është sasi të madhe, trashet. Nëse e kemi gjakun me shtu 3 cilësi të ciklit, atëherë është cikël. Kur na vjen gjaku, kur kemi gjakderdhje, me çdo veti, gjaku i ka çdo veti, atëherë është cikël. Nëse na ndërprehet më tepër se një ditë dhe një natë,
Gjëmon qatë ditë që s'kemi gjakderje, konsiderohet e pastër, pastaj nëse i kthehet prap. Me të njëjtat veti, atëherë është cikël. Mirë, nëse ka gjakderje, mirë, po nuk i ka vetit e gjakut ciklit, i ka vetit e gjakut normal. Atëherë kjo është ndonjë çrregullim, ndonjë lëndim ose ndonjë pezmatim në mitër që domethënë është gjak i lëndimit, jo gjak i ciklit, duhet më fal edhe përkundër kësaj gjakdere sepse kjo nuk është cikël. Thot pasi të fali vitrin, a bën edhe namaz natë, pastaj me vazhdu? Po, këtu i kemi dy çështje me rëndësi që duhet me i kuptu, edhe nuk duhet me i përzi njërin me tjetrën. E para është se vitri është sunet me qenë namazi i fundit. Kështu e ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasallam. Sa herë është fal natën, e kalon vitrin me fal në fund. Mirë, kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, e kemi fal vitrin me imamin në xhami. Ose e kemi fal vitrin me taravih, kemi fal vet. Mirë, gjatë natës do me fal prap namaz. A lejohet më fal mas vitit? Lejohet pa problem. Edhe çohemi fal me 2, 4, 6, 8 sa të mundemi. Dhe nuk ka nevojë me përsërit më vitrin, as me fal vitrin, sepse e kemi fal vitrin një herë, edhe nuk ka nevojë me i fal 2 vitra për një natë. Burri thot jeton jashtë, nuk ja di numrin e telefonit, por jemi në kontakt, vjen, por nuk po merr mua atje. Mirë, në bazë të përshkrimit gjendjes, sepse problemet, sidomos mes bashkëshortëve, është problem kështu me i definu ose me i dhënë kohje problemeve pa i dëgju dy palët. Domethënë kjo është rregull. Edhe nuk është në rregull, as nuk është fetare, nëse ankohet njëri prej bashkëshortëve, gruaja në këtë rast më burri kështu dhe pastaj në bazë të ankesave të njërit me marr vendim ose me i thon ndajo. Ose burri ankohet për gruan, edhe më thon burrit ndaje këtë grua, largohu prej saj, domthon pa e dëgju palën tjetër. Kjo është rregull. Domthon në problemet bashkëshortore. Mirë, po në bazë të përshkrimit gjendjes që e vën kjo motër, se burri domthon e thirr për çdo natë që është për çudi, domthon si jep adresë ku gjendet jashtë Kosovës ose jashtë vendit ku jeton, domthon prej vendeve të shqiptare, nuk jep adresë, mirë po e thirr çdo natë. Kujdeset financiarisht, vjen te shtëpia, domthon ka sjellje të mirë. Ndërsa në anën tjetër nuk jep adresë, nuk e merr që gruaja normal që ka nevojë me qenë pranë burrit. Atëherë kjo thot, a kam unë të drejtë me kërku adresë edhe me kërku se ku jeton burri, plotësisht ka të drejtë. As më tepër që jeni një grua e burr plus i keni fëmijë. Vetëm nëse domethënë shpalosja e adresës ose vendit ku jeton paraqet rrezik për to për jetën e tij, atëherë mundemi me arsyetu diçka, ama përndryshe nuk ka nevojë kë me mshef adresën, edhe plotësisht ka të drejtë gruaja në këtë rast. Domthon sipas përshkrimit që ka bëu kjo motor, me i kërku këtij burri qoftë edhe përmes formave të ndryshme, përmes ndonjë ndërmjetësuesi ose përmes edhe gjykatës, me kërku që ku gjendesh ti, ku ndodhesh ti, që nesër me pas nevojë ku më të gjet ty. Unë jam gruaja jote. Unë do të më gjet dikon, do të më ditë ku je. E kështu që plotësisht ka të drejtë këtu. Thot jam i shqetësuar që nuk po agjeroj pasi është me kancer. Fillimisht, inshallah Allahu të shëron prej kancerit përfundimisht, edhe ato vujtje, ato dhimbje që i ke pasur smundje, Allahu e boft pastrim prej gjunaheve dhe ngritje të shkallëve në këtë botë dhe në botën tjetër. Përderisa jemi me medikamente akoma, edhe jemi terapi të kancerit, atëherë e merr terapinë edhe për agjerim nuk mendon një herë. Mirë, çka më i bëj agjerimit tash? Çka më i bëj Ramazanit? Nëse shpresohet që mu përmisu gjendje edhe mu largu gjitha ato qelizat kancerogjene që kanë qenë edhe përfundimisht me i dhënë fond ekzistimit kancerit në trup, edhe mu përmisu shëndeti me fitu imunitetin, edhe ekziston mundësia që në një të ardhme jo shumë të largët mundët më ju kthy agjerimit, atëherë e kompenzon Ramazani me agjerim. Po 29 ditë është Ramazan, 29 ditë i agjeron gjatë vitit, nuk është patjetër me agjeru njërin pas tjetrës. Po mundet një ditë një javë ose një ditë po një ditë jo, varësisht çuçi vjen më përshtatshëm. Nëse gjendja e kësaj motre këtë rast kërkon trajtim të gjatë, edhe afat gjatë, edhe domethënë mjekët nuk i kanë dhënë shumë shpresa që mundet më ju kthy shëndeti krejt, atëherë e shpagun agjerimin nëse i ka mundësit financiare, edhe ushqen një të varfër për çdo ditë që nuk ka agjeru, do vënë 29 ditë si ka agjeru, i ushqen 29 të varfër, ose një të varfër e ushqen 29 herë. Thot, a jepet zekati për të smurin e shtrirë në spital, i cili nuk e ka gjendjen e mirë financiare? Po.
nëse zakati jipet për borxhe, ai që ka borxhe dhe me i la borxhet, jipet për m'ia përfitu zemrat, diku që ka nevojë për përfitu zemrat, jipet atij që e mbledh kështu më radh, atëherë smundja ka prioritet më tepër se sa këto për më dhon. E kështu që ata që janë të sprovuar, Allah i shërov gjithë të samurit, musliman kudo që jenë, ai që janë të sprovuar me smundje kanë nevojë për mjekem, kanë nevojë për barna, kanë nevojë për terapia të cilat kushtojnë. Nëse nuk mundet me imbuluaj, ose nuk del dikush ndonjë person bamirës ose ndonjë organizatë bamirësisë që ambulan këtu, atëherë i jepet zakati për me imbulu shpenzimet e mjekimit pa fije problemi. Pyetja tjetër për zakatin, thotë e jap çdo vit në muajin prill, tash jam jashtë dhe nuk jam pra këndej pari që ta kryej fiks në këtë muaj kësaj radhe. Po. A bën me dhënë më vonë? Fillimisht zakati llogaritet me vit hënor, jo me vit diellor. Pra ta kjo motër që na telefonon thotë unë në prill, nuk thuhet kështu. Mundesh me thonë unë kam në Ramazan, ose në Shaban, ose në muajt hënor, sepse llogaria e adhurimeve në shariat, në shariatin tonë bëhet me hon, me muajt hënor. E kemi vitin shariatek, i kemi bajramet, e kemi Ramazanin, e kemi edhe zakatin, kemi edhe agjërimin. E kështu që duhet me e caktu datën sipas kalendarit hënor. Për shembull, unë me 10 Ramazan të llogarisim. Ose dikush don me 27 Ramazan që supozohet me qenë nota e kadrit, me 27 Ramazan e jap zakatin. Nuk kry 27 luja, është dota jote. Çdo 27 Ramazan e shikon pasurinë, sa ki dhe sa do të më dhon. Kjo e para. E dyta thot unë tash nuk muj me dhon. Sepse nuk jam jashtë, me ardh, s'muj me ardh, a lejohet me vonu, lejohet me vonu. Nuk është shumë problem, po më rëndësi është që kur vjen dita që të obligohet zakati e llogarit. Une, domthonë është data e zakatit që plotësohet viti, une për këtë vit duhet me i dhon 1000 euro të zë. Me o kry 1000 euro i ki bësht i zakatit. Tash në momente që tipet mundësia e kryen këtë obligim dhe e shpërndon zakatin ku duhet. Ose mundesh me autorizu dikon. Do më thonë qoftë ndonjë person, qoftë në një afërm, qoftë ndonjë hoxh, përsia islame, ndonjë organizat, edhe i thu, do më thonë i dërgon tollat, nëse është në tolla, i dërgon tollat edhe shpërndaj zakatin për muajshet, në anqët sasi, po mundet edhe më uvanu, nuk është shumë problem. E një pyetje ngjashme me mesazh, thotë vitin e kaluar e kam dhënë zakatin në muajin maj, a lejohet që këtë vit ta jap në muajin e Ramazanit? Gjithashtu a lejohet që zakatit t'i jepet një familje të krishterë, e cila është familja e gruas sime? Mirë, e kam dhënë në muajin maj. Tash po thot në Ramazan. Mirë, qatë ditë që e ke dhënë në muajin maj, ktheje kalendarin hënor çfarë datë është, edhe ruaj çfarë datë. Ndërsa maji vjet sigurt ka qenë mas Ramazanit, që i vjen se në këtë Ramazan akoma nuk të është bën obligim zakati, për arsye se i ka dhe një 2 muaj pothuajse, i ka për a bën me dhon më herët. A bën me dhon më herët, bën me dhon pa problem. Bile nëse është nevoja, edhe kërkohet nevoja për me dhon, e bën me dhon pa problem, megjithëse në Ramazan nuk është shumë nevoja e madhe për zakat, sikurse është jashtë Ramazanit, se në Ramazan shumë mica e njerëzve japin zakatin. Po çka më i bë pas Ramazanit pastaj? Që po harrohet zakati. Mirë, a lejohet me i dhënë të krishterëve? Dietarët familjari i gruas. Edhe nëse është familjar, edhe nëse është shok ose dost ose jaran, nëse i themi, zakatin jo muslimanit lejohet me ia dhënë vetëm në një formë. Për me përfitu zemrën. Këto e ka përmend Allahu në Kur'an, do të thonë një besimtar i cili ka interesim për Islam ose me hyja në Islam është mirë, pritet me bodobishëm, atëherë i përfitohet zemra përmes zakatit. Për ndryshe, vetëm se janë do të thonë familjar, janë të afërm, kanë nevojë, na nuk i japim zakat, i ndihmojmë forma tjera. Për shembull, a kemi familje të gruas, po, a kanë nevojë për ndihmë, po, unë i çaj forma tjera ndihmë. Do të thonë ndihma tjera, mirë, po jo zakatin. Qartë. A ka sunet para yatsis? Shumica dërmuese dietarëve përmendin që sunet të yatsis para yatsis nuk ka. Mirë, a bëmu fal para yatsis, bëmu fal pa problem. Bile pejgamberi alayhi salatu sallam thot, me sezonit edhe ikametit ka 2 rekate kush don me fal.
Mira, ba me falë edhe ma shumë se 2, ban me falë edhe ma shumë se 2. Para farzit të jatsis, mundet me falë pa problem 2 rekate, mundet me falë 4. Mirë, po si sunet të jatsis, shumica dërmuse e djetarë e përmendin që nuk është transmetu për pejgamberit alayhi salatu wassalam në rrugë të sakta, sikur se janë transmetu sunetet e drejkës, suneti sabahut, e akshamit, e vakteve tjera. Pyetja tjetër thot 2 motra të burrit kanë filluar Ramazanin tek ne, a duhet dhënë vitrat për ta? Vitrat secili jep për vete. Kjo domosdoshmë është obligimi. Përderisa ke të ardhura, e ke kuletën tonë, me thon pak më shqip. Përderisa e ke kuletën tonë, e ke obligim me dhon vitrat. Mirë. Pastaj në familje, domethënë në familjet tona, nëse domethënë të ardhurat e familjes i mbon burri, atëherë ai duhet me dhënë sadakat el-fitrin edhe për gruan edhe për fëmijët që i kanë për kujdesi. Ndërsa këto motrat e burrit e përmend që janë të martuar, kanë familjet, këto ose japin vetë ose japin burrat e tyre për të. Mirë, po obligohen me sadakat el-fitrin. Pra nuk ka rëndësi ku të ka Ramazan. Po s'ka lidhje. Me rëndësi është që me dhënë në fond zakatin e fitrit. Vazhdojmë tutje. A marrim telefonata tjera hoxh? Vazhdojmë. Nuk e di ç'e keni, por unë jam me juve këtë. Alo, telefonata e radhës. Alo, selam aleikum. Aleikum salam. Një pyetje për hoxhën. Po? Kam shumë pyetje. Më falni se trupi po më dridha qatë si jam shumë ngosht për burri që s'po më le më falë. Shon namazin, shon Ramazanin, më shon 4 të lëhet, si të mshet dhe me mytë, që po falë, në zdi gjojmë. Se të hop, jam nga 70 vjetë, shumë, 5.500 martun, të në qeptë, nuk di që ka i bëj veti me ta. Asë nuk dhe më po të folë. Shonë, s'di që ka me bon me ta, s'di. Do të përgjigjet hoxha, ke pyetje tjetër? E bëqme edhe tash, hopët, s'du me të po me sy, s'du më falë këtë, s'du shonë, subhanallah, ta në trupi për më të gjithet, s'di qësh më falë, asë moj më falë tinës, asë moj s'di që ka me bon. Ramazanin në gjinoj, asë në gjinë Ramazanin, asë falët kur. Ma 10 vjetë e mësue, krejt më falë, që shumë mas mirë ti, me alhamdulillah, me të spidu, me të jate, me krejt që ka kohë dëvë, që ty për më falë, alhamdulillah, zëti që 4-5 vjetë, këta në kom falë, i kom pësu, ama jam është shëmpetina. Ase dalën iftarin, ase stet kur... Jetoni vetëm ju 2, apo edhe fëmijët janë me ju? Fëmijët që kepët janë gjithë kush me grud vetë, me fëmijët vetë. Më thënë vetëm ti me burin jetoni në një shtëpi? Po. E qartë, a ke pyetje tjetër? Që ty balë të në trupi për ndrydhët për më vje more. Zotit ruajt. E qartë. Natën e mirë. Me njëherë do të përgjigjet hoxha, natën e mirë. Hoxha? Është e dhimbshme me dëgju këtë vëllai. Mirë, po përderisa në telefonën të kjo motër, Allahu i ndihmoft, Allah e forcoft që me përballu këtë sfidë, këtë problem, në mende cilën gjitha ato organizata, gjitha ato trumbetime, se drejtat e grave, drejtat, mirë. A keni dëgju në njëherë, mi thonë atyre, se ndo një burr e ka detyru gruën, e ka rrejp se s'po falet, ose mu falë me cërë. Që s'ka ndodhë korë, ose mu mbulu me dhunë, ose vajzën e vetë. Mirë, po na kemi 10 raste, si kurse që vajza mbuluhet, po del për i shpije, sepse baba mos e pranon. Gruaja mbuluhet, po burri vazhdimisht i bën presione, qoftë psiqike, qoftë edhe fizike. Nuk e lën më fal mirë. Pra, duke shfrytzuar ajo të drejtën e vet. A e shihni, domethënë, ku është problemi? Domethënë, ne në shoqërinë tonë, grave fetare, kur burrat si kanë fetar, ju bëhet padrejsi dhe ju bëhet presion i vazhdueshëm psiqik dhe fizik, edhe rrehen. Llogaritin në moshën 70 vjeçare është në gjendje, mas gjitha asaj jete, mas gjitha atij shërbimi që e ka bë, është në gjendje mi thon ky largo për shtëpisë deri atë. Pse si thëshë më herët? Mirë, po më të vërtetë kjo është një çoreditje prej këtij burri që s'ki qysh e përshkruan këto. Pos me thon një shejtan, një djallë në formë të njerit, sepse përdryshe këto nuk e ban, nuk që me bë kërkosh. Andaj, e i themi kësoj nome,
që ti do të kesh problem shumë më shumë se sa ato gra që falen pa probleme. Sepse e kesh problemin e namazit edhe e kesh problemin e gjitha këtyre fyrjeve dhe sharjeve që të shkaktohen nga burrjet e që në esencë ish dasht mundi mirë dhe mundi komod që gruaja po i nënshtrohet Zotit vet edhe po e njeh Zotin e vet edhe po e respekton Zotin e vet, sepse kur e respekton Allahun edhe respekton urdhat e tij, patjetër se kam respektuar edhe burrin. Pastaj i themi që dora, mos lëshapej. Ani, fyrjet e gjitha këto mirë po ti bën namazin. Tjetra është që provo, tash nuk e di raportet me djem që i përmeni, mi po provo me jetu të djemt. Le këto vet. Letren vet. Mos që po thot del, edhe është në gjendje, mos moshës 70 vjeçare me thon del, atëherë shko te djemt. Edhe jeton me djemt. Ose të njëri djalë, edhe le të jeton kë vet pastaj. Le ta shesë çka është me jetu vet. Ndoshta kthjellët. Mirë po që përshkruan kjo që as ska namaz, as ka xherim, as diçka është iftarjas, vetëm ska konsiderat madje, kjo është më problematike. As konsideratën më tolt. Që vështirë është domethënë besimi në zemrën time gjetë vend, domethënë zemra e tij është zbrazë si duket prej besimit, po kryesorja provon me lon. Domethënë jo mundos, po thamë mundos këtu, mirë po le të jeton vetë niku. Shko te djali ose gjeni zgjidhje tjetër mirë, hajt provoj vetëm jetu dhe e shese çfarë do të ndodh, ose edhe me përdor qof ndikimin e djemve, qof ndikimin e familjarëve të burrit, qof ndikimin e familjarëve të vet gruaja që me ndal këtë dhunë dhe këtë presion që janë. Për arsye se i thot gruas del mas 70 vjetë, e cila 70 vjet ka shërby, më fal 70 vjet i ka kjo, mirë po një 50 vjet duhet me pas martesë këta. Mon 50 vjet ka shërby në atë shtëpi, 50 vjet ka shërby tyje, 50 vjet i ka edukuar ata fëmijë, i ka rritë krejt, edhe ta ka rrit familjen, ta ka mbajt familjen të bashkuar. Edhe me i thon del. Nuk e di domthon çfarë zemre duhet më kanë për me bëkt. E kështu që me i përdor edhe këta njerëz, domthon që i përmenda, qoftë familjarët e burrit, qoftë familjarët e vet, qoftë edhe djemt që me bë presion tek ky njeri, tek ky personi, sepse në njerëzia s'o di a ka mbet më në zemrën e tij, edhe me i treguar më kthjellë pak. Spaku shikoj punën tonë. Thon kjo është, të lëm kesh diçka. Jo, mirë kjo falet spaku për vetë falet. Ty sot të thonë falem, nuk është të të lonë mongu diçka, prapë është e njëjta ajo që ka qenë më herët. Mirë, vazhdojmë tani me telefonatën e radhës. Alo? Alo, noni? Apo dëgjomi? Po. Salam aleikum për ty dhe për hoxhën. Aleikum salam. Gjematin. Kam një 3 pyetje të shkurta, puna e surës Kafirun. Për taravi, a është për shembull keq me bo? Edhe suret e funit të Kuranit, a është patjetër me renditje me bo? Pyetja e dytë edhe e treta është, unë prej namazit drekës, deri sabahit e la sejdën, se e kam një vend në shtëpi ku falna veç në çat vend. E kam një dhumë të vogël edhe e kam bërë si xhami. E kom gjuna nëse nuk e largoj se automatikisht se të falë namazin, veç më japet mi a këthy një qash pak. Pra e mban shtruar se gjadën. E moj shtruar se gjadën, se largoj hitë se kom asku e në shkoj që i fali vaktet edhe fali edhe në... E pas ke bo një vend të mirë për me o falë. Po, alhamdulillah, zoti ma ka mundë të këtë punë. Alhamdulillah. Falinderit shumë. Allah ju shpërbleft. Mine dhe juve. Vazhdojmë me telefonatën e fundit. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. E kam një 3 pyetje për hoxhën. E para është në falna koja kod got, po jam në ndëshemt me ditë me dallu farzin që është më i miri. Edhe dyta i falin 23 kote, tash taravi, po sinetin nuk e kom ditë me fal mas farzi. A do të me dallu sinetin e jacis? Apo me vazhdu me taravi, e tani masalet e vitit kur qona për se feri foli ka 2 rekate, 4 rekate, para se mi sabohe, jam regull, edhe sa dit është me fol shevalin, me gjenu fakt shevalin, pa sa dit ka afat, mas Ramazani, mu sheval. 4 pyetje dolen. A 4 dolen ham fakt. Falenderit. Unë listova 3. Selam, natën e mirë, ka lëpshimit. Natën e mirë.
Kalofshi mirë edhe ju, vazhdojmë me përgjigjet. A bën surën Kafirun me thonë në namazin e teravive? Pse s'bën? Do të thonë ajo e ka për mbrojtjen në shtatëron mundem i thonë, sepse është si vinë ndarëse mes muslimanëve dhe ju muslimanëve. Kum dinu kum waliyedin. Sa unë adhuroj atë që ju nuk e adhuroni, ndërsa unë adhuroj diçka që ju nuk adhuroni, në fund thotë ju keni fenë juve, unë kam temën domos si përzim fetë, secili, domethënë nuk ka mundësi Islami me përzimin e fetë tjetër. Absolutisht, domethënë është prej kaptinave të Kuranit që lexohet pa asë një problem, bile s'ka nevoj me ngrej dilema këtu. Thjetë surët e fundit, a duhet me rënditje? Surët e fundit, rënditja e surave, mirë është mu ju përmbajt rënditjes, mirë, por nëse nuk i përmbajmi nuk ka problem, sepse ka ndodhë që pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe pse e ka mbajt rënditjen e shumicën e rasteve, ka ndodhë që nga njëherë nuk e ka mbajt rënditjen të surave gjatë leximit në namaz. Me mbajt se gjatë dënshtruar gjatë gjithë kohës? Nuk prish puna ajo që thotë se e ka mbani vend falje aty, kjo është më e mira. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë mos i ndaloni gratë nga xhamiat. Do nëse dojnë me shku mu falë në xhami, kërkush s'mundet me ndalu. Mirë po thot shtëpiat e tyre janë më të mira se xhamia. Namazin në shtëpi është më i mirë se sa namazin në xhami. Pas taravive dhe namazeve që e kanë pastaj atë atmosferën edhe atë qyretin, shkojmë në xhami. E kështu që për gratë preferohet që me bani vend në shtëpi, aty një dhëmë të vogël se një qësh, të cilin e quajnë musalla, vend falje, edhe aty kur t'i afrohet atij vendi, e di që shkon për mu fal, përgatitet psikikisht, përgatitet shpirtërisht kur t'i afrohet atij vendi, edhe e lën se gjadën shtrim pa far problemi, nuk ka kur far problemi këtu. Tutje thot falem, por me dyshime se si ta dalloj farzën. Këtu pyetja më thon drejtën nuk është bashkë qartë, nëse e ka për qëllim që farzi me fal më ngadale, me fal më mirë, me lexu më gat, mirë, domethënë edhe farzët e sunetit mundohemi me i fal mirë edhe ngadale mos mungut. Mirë po, nëse e ka për qëllim me dallu farzë, rekatet farz, rekatet sunet, domethënë kur i falmi taravit, domethënë paraprakisht e bëjmë niyet për farzit taravive që e falmi me imam nëse e falmi 4 rekate. Pas këtyre 4 rekateve... Farzi jacis. Farzi jacis është. Pas këtyre 4 rekateve i kemi 2 rekate sunet. Këtu si janë taravi. Donë taravit nuk ne i zavensojnë këtu. Donë për me më riket sunet, do të me i falë 2 rekate sunet me njetë të sunetit, pas taravis janë 2 rekate i falmi vetë. Kështë e pyetja dytë. Pasi i mbarojmë 2 rekate sunet, pas ta i falmi taravit me imamin deri në fund. Pyetja tjetër thot falem edhe në sefyr? S'prish punë. Atë këto u përgjigjëm pak më herët. Vitri është mirë me qenë namazi i fundit, por nëse e falim i vitrin, edhe pastaj zgjohemi sefyr herët ose na del gjumi natën, dojmë fal namaz natë, falem pa problem. Te shevali sa ditë për sheval kokë. Besoj që kanë me pas këtu ozëmor. Do me bo plane. Mirë, nëse do me bo plane pitash, atëherë agjërimi 6 ditëve të shevalit, edhe emrin e ka të shevalit, do të në muajin sheval. Domethënë një muaj mas Ramazanit komplet ka kohë. Si të kalan muaji sheval. Domethënë në momentin që him në Bajram, e mbyllim Ramazanin, edhe him Bajrami është me një sheval. Me një sheval deri me 29 sheval, edhe 30 ose 30 sheval, varësisht sa ditë ka, që kjo është periudha ku mundemi me agjëru 6 ditë. Prej 2 shevalit e tutje. Po, Bajrami, pikrisht, Allah që përblef për këtë vrejtje, do në dita Bajrami së lejuat me agjëru, një shevali. Mundemi 2 sheval e deri 29 sheval ose 30 sheval me i plotësu këtë 6 ditë e shevalit. Faleminderit shumë hoqë. Faleminderit edhe juve. Të dashur miq, kështu po e përmbyllim takimin e sotëm. Faleminderit shumë që na ndoqët. Selam aleikum.